Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Pasagjerët dhe ekuipazhi i anijes turistike të prekur nga shpërthimi i hantavirusit u evakuuan në Tenerife për të kthyer më pas në vendet e tyre. Organizata botërore e shëndetësisë rekomandoi karantinë 42 ditore për të gjithë personat që ndodheshin në bord. Pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit nga anija turistike MV Hondius e goditur nga një shpërthim i hantavirusit që ka shkaktuar deri tani 3 viktima, u evakuuan më në fund në portin e Tenerife. Pasagjerët zbritën nga anija në grupe të vogla pranë ishullit spanjoll për të transportuar më pas drejt aeroporteve dhe kthyer në vendet e tyre të origjinës. Operacioni u mbikëqyr nga autoritetet shëndetësore ndërkombëtare dhe zgjati për rreth 24 orë. Edhe pse asnjë nga personat e larguar nga anija nuk shfaq simptoma, ata u transportuan me autobus ushtarak drejt aeroportit të Tenerife për të shmangur çdo kontakt me publikun. Organizata botërore e shëndetësisë ka rekomanduar një karantinë 42 ditore për të gjithë pasagjerët dhe ekuipazhin, si mas parandaluese kundër përhapjes së virusit. Sipas OBSH-s, hantavirusi zakonisht transmetohet nga brejtësit, por në raste të rralla mund të kalojë edhe nga njeriu tek njeriu. Autoritetet spanjolle deklaruan se në anije nuk janë gjetur brejtës, ndërsa OBSH beson se rasti i parë mund të jetë infektuar gjatë udhëtimit në Amerikën e Jugut përpara hipjes në anije. Deri tani, 8 persona që ndodheshin në bord janë sëmurë dhe 6 prej tyre kanë rezultuar pozitiv me hantavirus. 3 persona kanë humbur jetën. Ndërkohë, rreth 30 anëtar të ekuipazhit do të mbeten në MV Hondius, e cila do të lundrojë drejt Holandës për t'u nënshtruar disinfektimit të plotë. Autoritetet britanike të shëndetësisë deklaruan se hantavirusi në anijen turistike nuk është i ngjashëm me COVID-19 dhe se rreziku i infektimit mbetet shumë i ulët. Një grup prej 22 britanikësh do të izolohet në një spital pranë Liverpoolit si masë parandaluese. Drejtuesja ekzekutive e Spitalit Universitar Wirral University Teaching Hospital Trust, Janelle Holmes, deklaroi se qytetarët nuk duhet të shqetësohen nga periudha e izolimit që do të zhvillohet në spitalin Aero Park pranë Liverpoolit pas shpërthimit të hantavirusit në një anije turistike. Ajo theksoi se bëhet fjalë për një virus të njohur dhe të menaxhueshëm, shumë ndryshe nga COVID-19, ndërsa rreziku i transmetimit mbetet shumë i ulët. Sipas saj, përhapja kërkon kontakt shumë të afërt mes personave. Spitali Aero Park do të pres 22 shtetas britanik, të cilët do të qëndrojnë në izolim si mas paraprake. Holmes tha se asnjë prej tyre nuk shfaq simptoma të virusit dhe se disa mund të lejohen të vetë izolohen në shtëpi pas kontrolleve fillestare. Ajo shtoi se personat e izoluar do të qëndrojnë në ambiente të veçanta me mbikëqyrje të vazhdueshme nga ekipet mjekësore specialistike, të cilat do të kryejnë kontrolle shëndetësore dhe vlerësime të vazhdueshme gjatë ditëve në vijim. Ndërkohë, Agjencia Britanike e Sigurisë Shëndetësore ka rekomenduar që të gjithë pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit të anijes të izolohen për 45 ditë pas kthimit në vendet e tyre. Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar ashpër ndaj përgjigjes së Iranit për propozimin amerikan për t'i dhënë fund luftës, duke e cilësuar atë krejtësisht të papranueshme. Përgjigja iraniane sipas mediave në Teheran është përcjell përmes Pakistanit, që po luan rolin e ndërmjetësit. Presidenti i SBA-s, Donald Trump, ka shprehur pakënaqësinë e tij ndaj përgjigjes së Iranit për propozimin amerikan që synon përfundimin e luftës në Gjirin Persik. Në një reagim në platformën Truth Social, Trump e cilësoi qëndrimin e Teheranit si krejtësisht të papranueshëm. Sapo lexova përgjigjen nga të ashtu quajtur përfaqësues të Iranit. Nuk më pëlqen, është plotësisht e papranueshme, shkroi Trump. Deklarata e presidentit amerikan erdhi disa orë pasi mediat iraniane raportuan se Teherani kishte dorëzuar përgjigjen zyrtare ndaj propozimit amerikan përmes Pakistanit, i cili po shërben si kanal ndërmjetësues me dy vendeve. Deri tani nuk janë bërë publike detaje mbi përmbajtjen e përgjigjes iraniane apo mbi kushtet e mundshme të marrëveshjes që po diskutohet. Burime diplomatike kanë bërë të ditur më herët se Washingtoni dhe Teherani po shqyrtojnë një memorandum fillestar për t'i dhënë fund konfliktit në rajon, ndërsa çështje më të ndërlikuara, si programi bërthamor iranian dhe sanksionet amerikane, do të diskutohen në një fazë të mëvonshme. Megjithatë, reagimi i fundit i Trump tregon se negociatat mbetet të tensionuara
dhe se ende ka dallime të mëdha mes palëve për arritjen e një marrëveshjeje. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe homologu kinez Xi Jinping pritet të zhvillojnë një takim 2 ditor në Kinë, ku në fokus do të jetë lufta në Iran, Tajvani, inteligjenca artificiale dhe tregtia. Zyrtarët amerikanë thonë se dy vendet synojnë të stabilizojnë marrëdhëniet dhe të zgjasin marrëveshjen për mineralet e ralla. Presidenti i SBA-s Donald Trump dhe presidenti kinez Xi Jinping do të zhvillojnë bisedime të rëndësishme këtë javë në Pekin, në vizitën e parë të Trump në Kinë që nga viti 2017. Sipas zyrtarëve amerikanë, dy liderët do të diskutojnë për luftën e Iran, tensionet mbi Tajvanin, inteligjencën artificiale, armët bërthamore dhe marrëdhëniet tregtare mes dy ekonomive më të mëdha në botë. Një nga temat kryesore pritet të jetë konflikti në Iran. Washingtoni po kërkon që Kina të përdorë ndikimin e saj ndaj Teheranit për të nxitur një marrëveshje që do të jepte fund luftës së nisur pas sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit në fund të shkurtit. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se ndikimi i Pekinit mbi Iranin mund të jetë më i kufizuar se sa mendon administrata amerikane. Në takim do të diskutohet edhe çështja e Tajvanit, për të cilën Kina ka shtuar presionin ushtarak vitet e fundit. SBA-ja mbetet mbështetësja kryesore ndërkombëtare dhe furnizuesja më e madhe me armë për ishullin demokratik. Në aspektin ekonomik, të dy vendet pritet të dakordsohen për mekanizma të rinj bashkëpunimi në tregti dhe investime. Kina mund të njoftojë blerje të reja të avionëve Boeing, produkteve bujqësore dhe energjisë amerikane. Po ashtu, në fokus do të jetë edhe zgjatja e marrëveshjes për eksportin e mineraleve të rralla nga Kina drejt SBA-s, një element kyç për industrinë teknologjike dhe ushtarake amerikane. Një tjetër çështje sensitive është inteligjenca artificiale. Zyrtarët amerikanë kanë shprehur shqetësim për zhvillimin e modeleve të avancuara kineze dhe kërkojnë krijimin e kanaleve të komunikimit për të shmangur tensione apo incidente të mundshme. Në agjendë mbeten edhe armët bërthamore, megjithëse Kina ka treguar pak interes për negociata mbi kontrollin e arsenalit të saj. Të paktën 3 persona janë vrarë nga sulmet ajrore në Ukrainë gjatë 24 orëve të fundit, megjithëse kishte shpallur një arpushim mes Kievit dhe Moskës. Viktimat u raportuan në rajonet e Zaporizhjas, Dnipropetrovskut dhe Khersonit. Të paktën 3 persona kanë humbur jetën në Ukrainë si pasojë e sulmeve ajrore dhe dronëve gjatë 24 orëve të fundit, sipas autoriteteve lokale ukrainase. Ngjarjet ndodhen pavarësisht arpushimit treditor të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara mes Ukrainës e Rusisë, i cili sipas presidentit amerikan Donald Trump hyri në fuqi për periudhën 9 deri në 11 maj. Sipas policisë dhe guvernatorëve rajonal Ukrainas, viktimat u shkaktuan nga sulme me dronë në rajonet e Zaporizhjas, Dnipropetrovskut dhe Khersonit. Arpushimi ishte paraqitur si një përpjekje për të ulur tensionet dhe për të hapur rrugën drejt negociatave më të gjera të paqes, ndërsa lufta mes Rusisë dhe Ukrainës ka hyrë në vitin e 5. Megjithatë, incidentet e fundit tregojnë se situata në terren mbetet e paqëndrueshme, ndërsa të dyja palët vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të marrëveshjeve të arpushimit. Të paktën 3 palestinezë, përfshirë 2 anëtar të policisë së drejtuar nga Hamasi, u vranë nga sulmet izraelite në Gaza. Ngjarja ka rikthyer shqetësimet për mbështetësinë e arpushimit të ndërmjetësuar nga SBA. Sulmet izraelite në rripin e Gazës kanë shkaktuar të paktën 3 viktima palestineze, mes tyre 2 anëtar të forcës policore të drejtuar nga Hamasi, sipas autoriteteve lokale në Gaza. Në qytetin jugor Khan Yunis, një sulm ajror vrau një zyrtar të lartë të policisë në ndihmësin e tij, bëri të ditur Ministria e Brendshme e administruar nga Hamasi. Ndërkohë, mjekët raportuan edhe një tjetër sulm vdekjeprurës në kampin e refugjatëve Magazi në pjesën qendrore të Gazës. Mediat ndërkombëtare kanë raportuar më herët për intensifikimin e sulmeve izraelite ndaj forcës policore të Hamasit, e cila përdoret nga grupi për të rikthyer kontrollin dhe administrimin në zonat në ndikimin e tij. Ushtria izraelite nuk ka reaguar menjëherë lidhur me incidentet. Gjatë ceremonisë mortore për 2 policët e vrarë, të afërm dhe pjesëmarrës të tjerë akuzuan Izraelin se po synon të krijojë kaos dhe pasiguri në Gaza, pavarësisht armpushimit të arritur muaj më parë. Dhuna në Gaza ka vazhduar edhe pas armpushimit të tetorit 2025, me sulme pothuajse të përditshme. Sipas burimeve mjekësore palestineze,
mbi 850 palestinezë janë vrarë që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes, ndërsa Izraeli pretendon se militantët kanë vrarë 4 ushtarë izraelit gjatë së njëjtës periudhë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se lufta ndaj Iranit nuk ka përfunduar, pasi sipas tij ende mbeten rezerva uraniumi dhe objekte bërthamore që duhen të neutralizohen. Ai tha se Izraeli dhe SBA synojnë të marrin nën kontroll uraniumin e pasuruar iranian. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se konflikti me Iranin nuk ka përfunduar ende, duke theksuar se objektivi mbetet marrja e rezervave të uraniumit të pasuruar dhe shkatërrimi i objekteve bërthamore iraniane. Lufta ka lejuar shumë gjëra të arrihen, por nuk ka mbaruar, sepse ende ka material bërthamor që ne duhet ta marrim nga Irani, u shpreh Netanyahu. Ai shtoi se ekzistojnë ende objekte pasurimi që duhet të shkatërrohen. I pyetur mbi mënyrën se si Izraeli planifikon të marrë uraniumin nga territoret iraniane, Netanyahu u përgjigj: "Ne do të shkojmë dhe do ta marrim atë." Sipas tij, presidenti amerikan Donald Trump i ka thënë se një veprim i tillë është praktikisht i mundur dhe si një marrëveshje për marrjen e uraniumit do të ishte zgjidhja më e mirë. Edhe presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se uraniumi iranian do të merret sërish në kontroll. "Ne po e ndjekim nga afër. Nëse dikush i afrohet vendit, ne do ta zbulojmë dhe do ta hedhim në erë", tha ai në një intervistë. Ndërkohë, sekretari amerikan i energjisë Chris Wright deklaroi se nëse Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike merr përsipër kontrollin e materialeve bërthamore iraniane, atëherë SBA do të përfshihet gjithashtu në proces. Mijëra protestues të udhëhequr nga studentët marshuan në Beograd duke kërkuar zgjedhje të reja dhe dorëheqjen e presidentit Aleksandar Vučić. Protestat antiqeveritare në Serbi vazhdojnë prej muajsh pas tragjedisë në Novi Sad. Mijëra protestues dolën në rrugët e Beogradit duke kërkuar zgjedhje të reja dhe dorëheqjen e presidentit serb Aleksandar Vučić. Demonstrata u udhëhoq nga studentë, të cilët marshuan në kryeqytetin serb me flamuj dhe pankarta, ndërsa prohorisnin slogane kundër qeverisë dhe kërkonin ndryshimin politik në vend. Protestuesit deklaruan se synojnë ndryshimin e sistemit aktual dhe kundërshtojnë, sipas tyre, sundimin e një njeriu të vetëm. Ata theksuan se zgjedhjet janë e vetmja zgjidhje paqësore për krizën politike në Serbi. Një pjesëmarrës në protest tha se studentët i zgjuan qytetarët, ndërsa të tjerët akuzuan autoritetet se nuk po pranojnë dialog dhe zgjidhje demokratike. Sipas raportimeve, protesta kaloi pa incidente dhe nuk pati përplasje me policinë. Demonstratat antiqeveritare në Serbi kanë nisur që në dhjetor të vitit 2024, pas shembjes së një strehe në stacionin hekurudhor të Novi Sadit, ku humbën jetën 16 persona. Tragjedia nxiti zemërim publik dhe akuza për neglixhencë dhe korrupsion institucional. Një avion i Turkish Airlines u evakua në aeroportin e Katmandus pasi u vure tym nga sistemi i rrotave gjatë lëvizjes në pistë. Të gjithë pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit u larguan të sigurt pa të lënduar. Një avion i kompanisë Turkish Airlines është evakuuar në aeroportin ndërkombëtar Tribhuvan në kryeqytetin e Nepalit Katmandu, pasi gjatë lëvizjes në pistë u vure tym që dilte nga sistemi i uljes së avionit. Pamjet nga aeroporti treguan avionin të ndaluar në pistë me shkallët e emergjencës të hapura, ndërsa stafi aeroportual dhe pasagjerët u mblodhen jashtë terminalit. Sipas autoriteteve, të gjithë pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit u evakuan në mënyrë të sigurt dhe nuk pati persona të lënduar. Kompania Turkish Airlines konfirmoi se tymi u konstatua në pjesën e rrotave të avionit gjatë lëvizjes pas uljes, ndërsa menjëherë nisën kontrollet teknike për të përcaktuar shkakun e incidentit. Për shkak të ngjarjes, aeroporti i Katmandus u mbyll për rreth 1 orë, duke shkaktuar ndërprerje të përkohshme të fluturimeve. Kompania njoftoi gjithashtu se është planifikuar një fluturim shtesë për kthimin e pasagjerëve. Kryeministri indian Narendra Modi u kërkoi qytetarëve të përdorin më pak karburant dhe të rikthejnë punën nga shtëpia për të përballuar rritjen e çmimeve globale të energjisë. Ai bëri thirrje edhe për uljen e importeve dhe përdorimin më të kufizuar të plerave kimike. Kryeministri i Indisë Narendra Modi u ka bërë thirrje qytetarëve të reduktojnë përdorimin e karburantit dhe të rikthejnë praktikat e punës nga shtëpia për shkak të rritjes së çmimeve globale të energjisë
dhe presionit mbi rezervat valutore të vendit. Duke folur në Sekunda Rabad, Modi tha se në kohë krizash globale, qytetarët duhet të tregojnë përgjegjësi dhe të kontribuojnë në mbrojtjen e interesit kombëtar. Ai theksoi se përdorimi i benzinës dhe naftës duhet të kufizohet sa më shumë, duke kërkuar nga qytetarët të kursejnë karburantin. Kryeministri indian kujtori gjithashtu periudhën e pandemisë së koronavirusit, kur puna nga shtëpia, mbledhjet online dhe videokonferencat u bën pjesë e përditshmërisë. Sipas tij, rikthimi i këtyre praktikave do të ishte në interes të vendit në kushtet aktuale ekonomike. Modi u bëri thirrje edhe fermerëve që të përgjysmojnë përdorimin e plerave kimike, duke argumentuar se ulja e importeve të tyre do të ndihmojnë në lehtësimin e presionit mbi ekonominë indiane dhe rezervat valutore. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.